Si po funksionon, deri në këtë pikë, unë e thash pak më herët, që tashmë janë bërë 10 vite prej kur është hap firma. Dhe cilat janë planet për të ardhmen? Për të ardhmen, tash për të ardhmen I kemi edhe do rrethin pak me hidis që është duhet, që të fabriken me përfundu, edhe shpijen, e të nëshë me këqyrë, këtë rritet një me logëve, mu rritet edhe rogat e punëtorëve. Të ashtë ajo nuk cili o konë që sa ma shumë që t'investojsh për shemull, ki dhe ma shumë punë marsa. Pa tjetër. Ka gjdo katun, gjdo ka njerëz të varfën që vëqdojnë të punojnë. Edhe ajo është një ide e mirë që kemi hi edhe me fabrikën e me krejt që punësohen... Ka mundësi për me hap vende pune, kështu që me ndihmu edhe atyre që... Vende pune për mrena, për gratë që janë vetun më thmi, ose që I kanë burrat e mbytu në luftë, se shumica kanë jetë treja, dhe më thonë, pa punësim, pa ku gjo. Radhë parë janë gratë njerë që vinë aty, atër mas edhe I do shqyqojmë. Pro ka edhe gratë të cilat punojnë në fabrikë vetëm gra. Vetëm gra? Vetëm gra. Dhe kjo ide e kujt? Jemi, aty s'kanë që mu përzi burrat. Vetëm gra. Pse e thua? Paj, këtu është një farë... Jo, tash nuk muna me përzi krejt. Po. Une, këtë punojnë gratë aty, duhet më konë ato të lira si ku më konë të vlavi vetë ose të motra vetë të punju. Se shkojnë gra me punju, po keq përdoren. Po, shumë e vërtet. Ka shumë raste? Po, ka shumë raste se keq përdoren. E qëllim jam përmes me përzi burra hiq atë. A mu hiq. Ska kush që mu përzi burra. Vështë se shkoj unë me shoqën me kontrolu puna pasërit, se pasëria ka më kondi maksimum. Se unë më rrit atje e di tash puna duhet më... Ke sjell një tjetër fryma, edhe një edukat tjetër pune në këtë rast. Po, e të kënejna ka shtalla, im të shku të ishtu njumën e punë marsa. Tash të qëllimi është 12 punëtor ka shtalla, e njëherë me 6 punëtore ka fabrika. Po, duhet me 2 ndrimet. Shtu në djelët pushim kanë me pas gratë, mja bo me ndrime tetor, me 2 ndrime se I bot bajat gjithë njëtit në ademo që herët, e shkojnë të undru me ndrime. Po. Për me pas kohë dhe të familja, të thmija, që jeni gjysë dite, tani ka pushim pa ka petë prëm tjetra. Të këte. Po, një orar fleksibil që ato mos jenë, po themi, apo mos të lënë diçka keq që edhe të pjesa e familjes dhe pjesa e shpisë. Roga du të më konë për me pas vullnet pune. Po. Të unë roga ma e vogla është 800 euro, po kur asë njëherë nuk vinë 800 euro, po vinë 1200, 1500 euro në mujtë pacha, se na truste të këtë një hekim na. Po. Ajtë pacha e merë. Se 800 euro është roga, po 8 orë I kanë ditje punë, 30 dit I kanë pushimin vetë që ka I paguhet, kose punën që a ditë pushimit ja paguim ekstra, festat e këtu që ka janë ekstra, ditë lindje të krejt. Sa ka pas interes tani, se do mos për gjinis femrore, duke krahasu që në zonat rurale ende është një mentalitet tjetër tek familje tona. Fatkeqësisht, edhe pse jemi në vitin 2026, vazhdon të jetë mos të them kjo situata patriarkale, po gjithsesi vazhdon të jetë edhe ato gratë vetë mund të gjykojnë vetën, jo se qysh me shku me punu apo diçka e tillë. Sa ka pas interes dhe si ka qenë situata tani për me gjetë në numër të grave për punu? Atin si më ka liru do venat punë, shumë jënë lajmë muës. Po se më gjojnë edhe mu,